Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do të përgatisim baklavan, një baklava të shpejtë dhe që të shkërin në gojë. Kjo është receta e mamit tim dhe më besoni që nëse e provoni, edhe për ju që nuk keni bërë ndonjëherë baklava, do ta keni shumë kollaj për të hapur petët. E them këtë pasi për këtë baklava do të bëjmë vetëm 7 petë dhe ato do të hapen fare lehtë. Unë juftoj që të ndiqni videon deri në fund për të parë të gjithë procesin. Në fillim do të përgatisim brumin e baklavas. Për brumin e baklavas unë kam përdorur 2 të verdha veze edhe një vezë të plotë. Gjithashtu kam shtuar edhe 5 lukë me vaj edhe një filçan me qumësht. Më pas kam shtuar mielin pak nga pak, si dhe një çerek luke me baking powder ose pluhur fryrës për ëmbëlsirat. Mielin e kam shtuar pak nga pak, derisa kam krijuar një brumë të butë dhe që nuk ngjit në përduar. Në total kam përdorur 3 gota me miell. Gota është gojë standarde 250 ml. Kush ka dëshirë, brumit mund t'i shtojë edhe më shumë vezë, por për mua 3 vezë janë mjaftueshëm. Pasi e zëm brumin, e mbuloj me qese kuzhine dhe e lëm të pushoj për 1 deri në 2 orë. Pasi e lam brumin që të pushonte, do e ndajmë në kulaçka shumë të vogla, sa një kokër arë. Në total dalin 28 kuleç me këto përmasa që unë kam përdorur. Kjo është njëra nga metodat që nëna ime përdor për përgatitjen e baklavas, të cilën unë sot po e sjell për ju. Kuleçët pasi i formojmë, do i mbuloj me një qese që të mos thahen. Për një petë do të përdorim 4 kuleç dhe në total do të përgatisim 7 petë. Pasi kishim 28 kuleç. Ju nëse e bëni në një tepsi më të madhe apo bëni më shumë brumë, atëherë do e bëni edhe me më shumë petë. Në fillim do t'i hapim kuleçët me pak nisë shte, pak më të vegjël se sa pëllëmba e dorës. Do të hapim në fillim 4 kuleçët e parë. Kjo është dhe mënyra më e thjeshtë për përgatitjen e kësaj baklavaje. Unë vitin e kaluar i hapa petët një nga një dhe në atë mënyrë baklavaja ka dhe më shumë punë. Por me këtë metodë që po ju shikoni, unë va siguroj që do të duhet maksimumi 40 minuta ose 1 orë nëse bëni një baklava më të trashë. Më pas kuleçët që hapëm do i lyejmë me niseshte secilën veç e veç dhe do i vendosim petët sipër njëra tjetrës dhe do t'i hapim si një petë e vetme. Mos keni merak fare se ndoshta do të mendoni që do bëhet peta e trash, pasi petët midis njëra tjetrës janë të lyera me niseshte dhe gjatë kohës që piqen, petët hapen kate. Pra ky është dhe sekreti të themi për këtë baklava. Vërtet po themi se do bëhet me 7 petë, por secila nga petët përmban brenda saj 4 kate të tjera. Do i hapim petët sa më shumë që të kemi mundësi, në mënyrë që të hapen petët shumë të holla. Dhe më pas do i presim sa që është madhësia e tepsisë ku do përgatisim baklavan. Tepsin e lyejmë pak gjalp dhe do shtrojmë petën e parë në tepsi. Ato pjesët që presim nga peta i shtrojmë në tepsi sërish, pasi dhe ato kur piqen hapen kate.
Më pas do të hapim petën e dytë, procesi do të jetë i njëjtë. Pra do të hapim në fillim 4 kuleçet me një seshte dhe më pas do i bashkojmë për të formuar një petë të madhe të vetme. Unë kam zgjedhur ta bëj me nga 4 kuleç secilën petë, por nëse dëshironi e bëni secilën petë edhe me 3 kuleç ose edhe me 5, 6 apo edhe me më shumë kuleç, sipas madhësisë që doni të bëni baklavan. Kur hapim petën e madhe, do ta hapim në atë mënyrë që t'u japim shumë rëndësi anëve të petës, pasi në të kundërt peta delet trash. Prandaj gjithmonë duart kur hapim petën nisin nga mesi i petës duke shkuar drejt anëve të saj. Kur e kemi hapur edhe petën e dytë, e shtrojmë edhe atë në tepsi. Midis petëve nuk do të hedhim gjalp, pasi gjalpi hidhet në fund pasi mbaron baklavaja. Në këtë mënyrë do veprojmë derisa të përfundojmë të gjithë kuleçët që kemi. Pasi kemi bërë 3 petë dhe i kemi shtruar në tepsi, unë kam shtuar edhe gjysmat e arave. Ara i hidhni sa të keni dëshirë. Unë kam përdorur në total 500 gram ara, të cilat i kam hedhur me 2 shtresa, por ju mund ta bëni me sa ara të keni dëshirë, ndaq vetëm me një shtresë ose e ndani në sa shtresa dëshironi. I hedhim dhe arat në tepsi dhe do vazhdojmë me përgatitjen e petëve të tjera. Përveç se do shumë pak kohë për të përgatitur, kjo baklava në fund del edhe shumë e mirë. Kur arrim tek peta e 5, pasi e shtrojmë në tepsi, shtrojmë edhe shtresën e dytë me ara dhe më pas sipër arave hedhim edhe 2 petët e fundit. Kur hedhim petën e fundit, pjesët që na dalin pasi e presim petën, i fusim në pjesët e brendshme të baklavas. Më pas baklavan e presim sipas formës që dëshironi. Në familjen time pothuajse gjithmonë baklavaja pritet në formë rombi, por mua më pëlqen që her pas here të sjell forma të reja dhe këtë vit kam zgjedhur ta pres në forma të vogla trekëndshe, por ju prerjen e bëni si të keni dëshirë. Pasi e presim, sipër do i hedhim gjalpin e shkrirë. Kur vjen puna tek gjalpi, zgjidhni një gjalp të mirë. Në total do përdorim 300 gram gjalp, të cilin e shkrim. Gjatë shkrirjes i heqim atë shkumën e bardhë që lëshon gjalpi sipër, pasi ajo na prish baklavan gjatë pjekjes. Pasi gjalpi shkrim, pra ajo që ta djegim e lëm të ftohet pak dhe a hedhim sipër baklavas. Ju të përdorni gjalp gjithmonë në varësi të tepsisë suaj që do bëni baklavan. Do shikoni edhe vetë me sy se sa gjalp do baklavaja, duhet që gjalpi të depërtojë edhe në pjesët e poshtme të baklavas, pasi mos harrojmë që kësaj baklavaje nuk i hidhet gjalp midis petëve, por gjalpi hidhet vetëm një herë në fund kur mbaron e gjithë baklavaja. Ndërkohë hapim furrën të nxehtë në 200 gradë Celsius dhe kur furra është e nxehtë, fusim baklavan dhe lëm të piqet për 30 minuta në 200 gradë Celsius. Në fillim e lëm në të nxehtësi, pasi nxehtësia ndihmon petët që të hapen nga njëra tjetra. Më pas, pa e hapur derën e furrës, pra pasi kanë kaluar 30 minutat e para, e ulim nxehtësinë e furrës në 160 gradë Celsius dhe do e pjekim baklavan edhe një orë tjetër. Në fund fare e ulim nxehtësinë e furrës në 100 ose 120 gradë Celsius dhe e lëm baklavan edhe një orë e 10 minuta në këtë temperaturë. Pra në total, kjo baklava do rreth 3 orë që të piqet tamam, dhe që petët hapen kate-kate dhe që të piqet siç duhet baklavaja. Pjekja ka shumë rëndësi, pasi nëse e piqni baklavan që në fillim dhe deri në fund me të njëjtën temperaturë, baklavaja do të digjet dhe petët nuk do ndahen nga njëra tjetra. Pas afro 3 orësh, e heqim baklavan nga furra dhe e lëm që të pushojë. Ndërkohë që baklavaja pushon, ne do të bëjmë sherbetin. Për sherbetin unë kam përdorur 3 gota sheqer dhe 3 gota ujë. Pasi sheqeri është tretur plotësisht, kam shtuar tek sherbeti edhe vanilje dhe lëng limoni, ose një majluke me limontos që të mos sheqeroset sherbeti. Pasi sherbeti është trashur me një trashësi mesatare, pra as shumë i trash dhe as shumë i holl, e heqim dhe e lëm të ftohet.
Pasi përgatitëm dhe sherbetin, e lëm që të pushoj vetëm pak qaste që të mos jetë fare i përvoluar dhe më pas ja hedhim baklavas. Nëse keni baklavan e ftohtë, sherbeti duhet që të jetë i ngrohtë, ose nëse keni baklavan e nxehtë, sherbeti duhet që të jetë i ftohtë. Pasi ja hedhim të gjithë sherbetin, e lëm baklavan që të pushoj disa orë, ose më mirë akoma është që të pushoj një ditë, dhe në këtë mënyrë baklavaja do ta pijë të gjithë sherbetin. Më pas e keni gati që ta servirni. Unë po ju lën shoqërinë e këtyre pamjeve për të parë se sa e mirë ka dalë baklavaja dhe se sa e shkrifët ajo duket. Ua sugjeroj që ta provoni këtë metodë dhe jam e sigurt do t'ju pëlqejë. Kjo ishte pra dhe receta që unë kisha përgatitur sot për ju. Shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos harroni që t'jepni asaj një like, ta shpërndani atë me miqt apo familjarët tuaj, si dhe të lini komentet poshtë videos. Mos harroni gjithashtu që për më shumë receta të tjera të abonoheni në kanalin tim dhe në këtë mënyrë do të njoftoheni sa herë që postohen recetat e reja. Unë ju falenderoj shumë që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.